kushtetutën, me aktru qaq ftoftë si kishë kur gjo, edhe me tentu me bu budalla ata që kanë shkruajtur kushtetutën. Domethënë, me çfarë logjike bën këto? Opozita bën mirë mos me i besu Albin Kurtit, po doket që më në fund nuk janë ka i besoj. I çdo me kundërshtu, me çdo kusht me kërku zgjedhje. Nëse është nevoja çdo 6 muaj me shkon zgjedhje, edhe pse zgjedhjes na duan absolut fare. Po me gjithë mundin që edhe kostën që kanë zgjedhjet, nuk duhet me ja leju një njeri me mbyll qarkun me pozitat kryesore të shtetit. Me kryeministrin që e ka me merit, me vota, me kuvendin që e ka prap me vota dhe me merit, në bazë që thoj kushtetutë dhe qëtyn e ligjeve, dhe nuk duhet me ja leju presidentin që me ja certifiku krejt të marifete që i bën. Po e la, pikërisht zotja Shari, e la pra dhe opcionin që presidenti të propozohet nga opozita. Pse nuk po vjen kjo propozim nga opozita si pas jush? Këna mja quat atë propozim. Në po shumë që kjo është ka bëj gare. Le ta testoj edhe opozita, a do duhet ta bëj e një gjë të tillë? Nuk mundesh me testu diçka të testume. Diçka që ja ke qitë provën, nuk i nevojë me zbulu mo. Kë me dasht zgjidhje, ule diskuton, për shtajnë zyret. Qysh është e mundshme, me dalë me një status. Në Facebook me thonë ja qova një SMS, unë WhatsApp kryetarit partisë më të madhe opozitare, edhe thash propozon e dikan. Po na kërë nuk blejmë kështu. Në edhe hash më shkun shqitore me blej, e kemë pak një farë ceremonie me rën vesh, kush po shkon atë, qysh pe bima, apo shkoj me kërra, apo shkoj me kom. E jo me zjedh president me një SMS. Na për kafe kur thirr dikush, me një SMS ka rrezik që nuk e sheh dhe hub terminin nuk shkon. E jo me zjedh president. Domthonë është në ekstrem jo serioz. Këto po e bën me ushqy publikun, votues të vet, kryesisht, që unë jam ka bëj diçka. O çka dush bë, nëse ki 51% të mbështetjes qytetare, e ki shumicën për qeveri edhe për kuvend, edhe ke dështu me i bind parti tjera me arrit marrëveshje për presidentin, ti ke dështu me e kry punën që e ki me mandatin qytetar. Unë jem shumë dakord, sikur në fillim, ende pa hi këtu matematikat e fundi që është ka i banë. Sikur të kishton, po, parimet që i kërkon kushtetuta, që presidenti me kon kështu, që mësë me kon partijak, që mësë me kon i përfolën, mësë me kon që arnon dikal, që përfaqëson unitetin qytetar, është në rregull. Nuk i ka këto veti si pas jush, zonja Rushiti? Mu më vje keq për zonjën Rushiti se edhe unë kam punu në sektorin e shoqënisë civile, vi për asaj fushë edhe e dim një kontribut, një angazhim që e ka pas. Po me leju një figurë që është nominu për çmimin Nobel, me bu pjesën një tentimit një puqi kushtetues, një tentimi me kriju një anarki, mendoj që nuk aja se ka pas bërë civilist vetë me leju ato me ndodhë. Edhe aja është dasht para prakisht me ditë këtë punë, besoj që e ka ditë, po ka njëherë, po duket që për lakmojna për dopozita, me ditë që nuk është opcioni i parë i Zotit Kurti Kjezoj. E ka nxjerrë në momentet fundit për me kryu aktin e fundit kësaj skene që ky po është si teatër, jo si parlament. Qysh është të vetën kandidaturë të e di që s'ka marrëveshje me